Sot jetojmë në një botë shumë dinamike, ku ndjejmë shumë përgjegjësi dhe puna është intensive në mënyrë të vazhdueshme dhe raportet ndërnjerëzore nevojitet më mirëmbajtë vazhdimisht, pra me pas një lloj besnikërie, një lloj sinqeriteti mes marrëdhënieve kolegjiale dhe një lloj empatie për situata të ndryshme dhe kujdesi i shëndetit mendor kushtimisht na bën më produktiv me qenë punë. Pra puna jonë me qenë më efikase. Dhe shpesh herë mungesa e shëndetit mendor sjell pakënaqësi, sjell mungesë rezultateve dhe për këtë arsye nevojitet që me pas një kujdes të mirë të shëndetit mendor, sepse shpesh herë mungesa e kujdesit të shëndetit mendor shkakton edhe afekte si mosmarrje të përgjegjësisë dhe shpesh herë edhe ikje nga puna dhe marrja e ditëve të pushimit si pasojë e mungesës së shëndetit mendor. Ne jemi të ndërthurur mes emocioneve, ndjenjave dhe mendimeve, dhe sa herë që nuk arrijmë me i kontrollu emocionet tona dhe me i orientu ose me i drejtvizu mendimet tona lidhe me përgjegjësitë tona, atëherë kushtimisht nuk kemi me mujt me kanalizu energjinë tonë sa i përket përgjegjësive. Fatkeqësisht njeriu ndikohet me marrë vendime si pasojë e pasojave që na shkaktohen, se shpesh herë ekziston ndjekja profesionale ku njerëzit humbin sensin dhe kuptimin e punës, ose marrin shumë përgjegjësi dhe mbi ngarkohen me përgjegjësi dhe nuk mundën me marrë përgjegjësi, pra heqin dorë komplet nga puna. Si pasojë e ndjekjes profesionale që ka ndodhur vitet e fundit, njerëzit janë detyruar që me pas kujdes të shëndetit mendor më të madh. Na si qenie njerëzore zakonisht atë mënyrën se si ndihemi, do thotë në jetën e përditshme, ne kemi tendenca me bart edhe në punën që na e bëjmë çdo ditë. Dhe shpesh herë ato pasiguritë, shqetësimet tona të përditshme, qofshin familjare apo edhe personale, do thotë ne shpesh herë kemi tendenca me i bart edhe në punë, që shpesh herë edhe çështjet e punës, ngarkesat e punës, edhe këto probleme do thotë që na i bartin atëherë sikur e bën një farë lloj ngarkese më të tepruar se sa që ndoshta mundet me dhënë edhe vetë puna. Kjo është e para. Sa i përket aspektit dytë, për shembull në punë, është më rëndësi shumë që na me ditë disa limite ose disa kufi tonë që kanë bëjnë me punën, e që ne shpesh herë në jetën e përditshme ndoshta ose nuk i njohim ose ndoshta nuk i respektojmë as sa duhet deri në atë pikë sa që na e gjejmë veten edhe të ngarkuar, e që shpesh herë ndodh që dikon për njerëzve për shembull që me qenë ndoshta edhe deri tek konsumimi ose te burnouti apo djegja, e cila tani pastaj e pamundson do thotë veprimin ose funksionimin normal në punën që personi e bën. Është më rëndësi për shembull me ditë këta kufi, me respektu këta kufi që kanë bëjnë me punën, me aspektin profesional. Pastaj për shembull te produktiviteti në punë varet shumë edhe ambienti. Varet shumë për shembull njerëzit me të cilët na punojmë. Varet shumë edhe natyra e punës që na e bëjmë. Është më rëndësi shumë me ditë se na si punonjës për shembull në vendin e punës ku na jemi, me ditë fillimisht se a është puna që na po e bëjmë, a është puna që na pëlqen neve ose a është ajo punë që na e dojmë. Sepse nëse fillimisht na kemi pengesa ose kemi probleme në këtë pikë, atë normalisht çdo sa tjetër ka më shku vetëm se negativisht, sepse ka më qenë shumë e vështirë për neve me qenë produktiv në një punë që na fillimisht nuk e duam. Ose ndoshta e bëjmë për X arsye të tjera, qoftë për përfitime financiare ose diçka tjetër. Pra është kusht që na me dash punën të cilën na e bëjmë fillimisht në mënyrë që me pas produktivitet, në mënyrë që na me pas motiv që na me vepru ose me realizu atë punë.